bëhet e mundshme të hiqen pengesat, të mirët borxhi. Gjithsesi, ndryshimi i ligjit e heq pengesën si thash për ushtrinë, për financime në strukturën e saj, Gjermania do të jetë pra e gatshme për të përballur me sfidat mbrojtëse. AfD, siç thatë edhe ju, ka proklamuar ose ka thënë edhe në televizion mbrëm që do të bëj ankesat e saj, mirë po gjykata kushtetuese Bundesverfassungsgericht, siç e thuan në Gjermani, nuk e mundson një gjë të tillë, sepse kjo sipas ligjit lejohet deri te formimi i qeverisë, prandaj edhe është bërë kështu në këtë mënyrë, dhe kështu që besoj që kështu edhe do të jetë, pra hyrja në borxh do të thotë përfshin vlerën 36% të brutoproduktit vendor dhe kanë thënë se këtu të gjithë janë të pajtimit se Gjermania mund t'i përballojë kësaj krize, këtij borxhi, edhe pse rritja e cinxës do të jetë shumë e lartë në treg, ndërsa kjo paketa do të shpërndahet në banka dhe pastaj secili land, secili do të marrë kredit, pastaj duhet t'i paguajë në mënyrë shumë të qartë dhe shumë të drejtë për të mos e humbur bonusin. Dhe kështu që Gjermania vërtet po gjinet në këtë situatë shumë të komplekse, edhe pse vazhdimisht kjo për Gjermani nuk është problem, sepse thuhet vendet e tjera kanë ndikon deri 100%. Kur pritet të miratohet qeveria, tashmë besoj pas arritjes këtij votimi, e gjithë vëmendja duhet tek caktimi i anëtarëve të kabinetit të ri qeveritar. Vërtet, unë nuk kam më pasur dhe nuk është folur sepse në Gjermani shkohet hap pas hapi. Qëllimi ka qenë sepse ju po e shihni se, ka qenë në krizë, si të miratohet paketa akoma pa u bërë qeveria. Prandaj po thuhet se do të jetë qeveri e borxhit dhe njerëzit e shohin pak edhe me skepticizëm edhe kritikët, sepse normalisht do të ishte këtë kishte edhe AfD që të formohet s'pari qeveria, të formohet e Bundestagut, që pritet të premten, pastaj të formohet qeveria dhe të ndahet resurset ministrit, pastaj të fillohet me borxhin, ndërsa këtu po fillohet e kundërta. Mirë po, siç është thënë edhe më parë, është lejuar sepse Gjermania po gjendet në një situatë shumë të vështirë tani, sa i përket edhe luftës në Ukrainë dhe marrëveshjes që u bën në Washington për armë pushim. Prandaj gjithë kjo kuptohet sepse është fakti i situatës kritike, përndryshe do të ishte ndoshta edhe shumë absurde, mirë po kjo po bëhet në një aspekt siç tha edhe Friedrich Merz, koalicioni po bëhet kjo paketë për ta kthyer besimin dhe zhvillimin në ekonomi, që pastaj me këtë paketë zhvillimi gjerman të marrë hovë, sepse vërtet është një vend industrial dhe vendi më i fortë, më i zhvilluar në Evropë dhe pastaj ky borxh edhe i konvenon në një aspekt. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Gjithashtu edhe juve, përshëndetje.